Samiti i diasporës në Tiranë, ndonse i konceptuar si një platformë bashkimi, është shoqëruar me tensione dhe kritika të forta ndaj përfaqësuesve të qeverisë. Në disa panele, të ftuarit nga diaspora kanë shpërthyer në akuza, duke e cilësuar organizimin si një shfaqje ku zëri i tyre mbetet në hije të njerëzve të politikës. Një nga momentet më kulmante ishte ndërhyrja e Eva Baçit, juriste në prokurorinë e Bolonjës. Ajo ju drejtua kreut të grupit të PS-s, Tauland Balla, me tone të ashpra, duke kërkuar që diaspora të mos trajtohet thjesht si statistik apo publik për fjalimet e pushtetarëve. Kështu që duhet t'i mbarojmë këto filmat e bukur, që ne vetëm dëgjojmë, por ne aktorët kryesor nuk kemi të drejtën e fjalës. Kjo është njëra. Si puna ime që unë kam mbaruar 3 fakultete në Bolonjë, kam 2 specializime, si unë dhe shumë të tjerë këtu që vim nga Bolonja. Po. Kemi kërkuar shumë herë dhe kontakte të hymë, të japim kontributin tonë, sepse unë punoj 14 orë në ditë në kuesturën e Bolonjës, në shërbim të një shteti të huaj, po unë mund të bëj dhe 20 orë, po për vendin tim, dhe jam në vendin tim, sepse kam investuar unë për përgatitjen time, nuk ka investuar Shqipëria. Për ndryshe, ne ngelemi vetëm numra. Unë nuk bëj biletën të vi që andej këtu për të qenë thjesht një numër që mora pjesë. Nuk funksionon kështu. Ju jeni largë realitetit, flas për politikanët. Jeni largë realitetit. Ju nuk jeni afër me ne. Tauland Balla, je i pari që je largë, shumë largë realitetit. Votën mund ta kalosh dhe 4 vjet të tjera. Po në histori duhet të kesh një emër, sepse jemi të gjithë vetëm di pasazho në këtë botë. Një tjetër incident u regjistrua gjatë një diskutimi mbi paketën e maleve. Një ish minator nga Bulqiza, tashmë pjesë e diasporës, u përplas me Tauland Ballën lidhur me vështirësitë për certifikimin e pronave të parëve dhe dështimin e qeverisë për të miratuar statusin e minatorit. Paketa e maleve është pikërisht për të shpëtuar nga kjo pjesa 7500. Prit se s'u shpëton dot. Po pra, po. Nuk shpëton, nuk të shkoj në Korap ndërtej, po të ndërtej aty ke toka e flakut tim. Po aty pra. A pra, pikërisht. Po s'ma e pra komuna. I kam bërë kërkesë ka 10 vjet. Shkoj ke noteri, thot. Jo s'ke punë fare me noterin, fare. Se këtu shkoni ke noteri që t'ju marrin në lek noterin. Atëherë, prit tash, prit. A do përgjigjen? Jo të jap këtë mendimin ti. Jo, se nuk është kohë për mendim, tu është kohë për përgjigje. Nëse ke në plan të bësh një gjë te toka e gjyshit tatë. Nuk dhe bëjon, do t'jali im sa ndërtos. Djali jot, shumë mirë. Atë tokën që t'ka lënë gjyshi, bëj kërkesën ke Këshilli Bashkiak i Bulqizës dhe Këshilli Bashkiak i Bulqizës brenda 30 ditëve nga kërkesa do të ta miratoj tokën për të bërë atë ndërtimi që do bëj djali, kaq. Te kam bërë kërkesë, zotëri. Po se ke bërë pra kërkesën, ma jep mua kërkesën, hajt, ma birë mu. Do ta ndjek unë tek Këshilli Bashkiak i Bulqizës. Pavarësisht përpjekjeve të moderatorëve për t'i hequr fjalën, emigranti akuzoi direkt politikën për premtime të pashkelura që nga viti 2013.